Në moshën 9 vjeçare, kur është shpall pavarësia Kosovës, Suareka ka mbajt një koncert ekstremisht madh. Do të thonë ka pas një masë shumë të madhe të njerëzve. Edhe për mu, si fillestare, do të thonë me aq e vogël me dal me këndu, plus e kam pas një këngë, Avritet pafajësia, është këngë që më bart shumë, ka peshë e para, është emocionalisht shumë e fuqishme, po edhe shtrirje vokale du të me pas kogje ambitusin e gjerë për me mujt me këndu atë këngë. Edhe unë për herë të parë, do të thonë, para një publiku të madh ka qenë ai momenti, muj me kujtu, do të thonë, që zemra më reke bashkë me duart rokitjet e publikut, me thonë. Aq shpejt më ka rej zemra për emocionet që i kam pas, kam qenë mbështjellë me flamur e vogël, po performance live, do me thonë. U ka qenë, është një ndjenjë që nuk e harroj kur. Ajo është ma e mira edhe ma e veçanta. Spese që muj me përjetu diçka tillë më vonë.